Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Të nderuar vëllezër dhe motra të respektuara, duke pasur dëshirë që t'ju rikthehemi ciklit të ligjëratave të përmirësimit të zemrave, të adhurimit të zemrave, ne sot vendosëm të mbajmë ligjëratën e fundit në lidhje me dashurinë dhe Allahut xhelleshanuhu. Me shpresë që në këto ditë të rënda të na kthehet dashuria ndaj Allahut xhelleshanuhu dhe normalisht kur kjo është e prezent, atëherë jeta bëhet më e lehtë, më e këndshme dhe më e mirë. Kemi thënë se përmes këtyre veprave njeriu arrin ta shtojë dashurinë ndaj Allahut të madhruar. Vepra e parë është leximi i Kuranit Azimushan. Nuk mund të ketë dashuri të çiltër ndaj Allahut xhelleshanuhu pa leximin e fjalës së Zotit të madhruar. Sa më tepër që lexojmë Kur'an, aq më tepër në praktikë vërtetojmë se e duam Zotin xhelleshanuhu. Sa më tepër që zemra jon është e lidhme për fjalën e Allahut xhelleshanuhu, aq më tepër kjo gjë tregon se me të vërtetë jemi afër mëshirës së Allahut dhe dashurisë së Allahut së Zotit ndaj neve. Vepra e dytë është krahas kryerjes së farzeve, obligimeve që Allahu xhelleshanuhu na ka obliguar, është t'i krijojmë nafilet apo ibadetet vullnetare, siç është agjerimi i vullnetar, dhënia e sadakas dhe kryerja e sunneteve apo nafileve vullnetare në gjatë ditës në përgjithësi. Pra, kryerja e sunneteve në 5 kohët e namazit dhe adhurimi i Allahut xhelleshanuhu përmes nafileve, qoftë ditën ose natën, është shenjë që ne e dona Zotin xhelleshanuhu. Shenja e tretë është se ne jemi rrugës drejtë dhe e duam Zotin xhelleshanuhu kur nefsin tonë kemi në kulminacion dhe ne e ndërpresim kryerjen e një mëkati kur nefsi jon vlon, dhe këtë nuk e bëjmë vetëm për hir të Zotit xhelleshanuhu. Pra, me një fjalë, tu themi stop gjëjave të ndaluarave dhe gjëjave të papëlqyera, këtë të bëjmë vetëm për hir të Zotit xhelleshanuhu. E katërta, të mendojmë rreth Allahut xhelleshanuhu, rreth cilësive dhe veprimeve të tij. E pesta, të mendojmë mbi mirësitë e mëdha që Zoti xhelleshanuhu na ka dhuruar neve. E gjashta është ta thijmë zemrën çdo herë përballë urdhrave, të ndjejmë një nevojë të madhe për Zotin e madhruar dhe për ibadetet që Allahu xhelleshanuhu na ka obliguar me to. Pika tjetër është të vetmohemi me Zotin kur qerët janë të angazhuar me gjëra tjera, siç është namazi i natës. Dhe pikat që dua të ceki tash janë trajë. Pika e parë është të përmendurit e Zotit të madhruar, pra dhikrullah. Sa më tepër që e përmendim Zotin e madhruar, edhe ata, me gjuhë dhe me zemër, aq më tepër vërtetojmë se e duam Zotin xhelleshanuhu dhe e meritojmë dashurinë e Zotit. Ibn Qayyimi, Zoti e mëshiroft këtë dietar islam, thotë përmendja e Zotit xhelleshanuhu është në disa fusha, edhe ato shfaqen kur para se me ra të flejsh, i përmenduri i fundit nga goja jote të jetë Allahu xhelleshanuhu ose dhikri me të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam e përmendte Zotin e madhruar para se me ra të fleje. E dhikri i pejgamberit alayhi salatu wassalam ishte
ki. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Me emrin ton të Zot, e vendos trupin tem të flej, dhe me emrin tënd e dorëzoj shpirtin tek dora ite, dhe me emrin tënd e gjallëroj ditën time. Dhe po ashtu, të jetë emri i parë që përmendet përderisa ti zgjohesh nga gjumi, Allahu i madhëruar. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të vazhdueshme e falenderonte Zotin xhalleshanuhu për atë se i madhi Allah ja ka kthyer shpirtin në trupin e tij. Ai thonte: Elhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur. Falenderoj Zotin e madhruar i cili ma ktheu përsëri shpirtin në trupin tim, pasi që isha i vdekët, edhe te ai do të kthehem. Pse në drejtim të Allahu xhalleshanuhu na mungon vullneti dhe na mungon shpejtësia e të udhëtuarit drejt Zotit të madhruar. Kjo vin nga se njeriu është i shkputët nga jeta e vërtet që duhet pasur në jetën e tij të përditshme. E çfarë është kjo jetë e vërtet? Nga se njeriu nuk e përmend atë që e lidh me të vërtetën, me dashurinë e vërtetë që është Zoti i madhruar. Pra, janë di aspekte të cilët njeriu e lidhin për Zotin e madhruar dhe jetën e tij ja bëjnë më të lumtur. E para është ta përmendja atë që e don. Nëse ti pretendon se e don Zotin e madhruar, atëherë në mënyrë të vazhdueshme duhet të jetë përmendja e Zotit të madhruar. E dietarët islam kanë thënë që minimumi i përmendjes së Zotit xhalleshanuhu është ndjekja e gjurmëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra ti, me gjithmu, a e përmendon Zotin xhalleshanuhu pasi që i krijen 5 kohët e namazit, përmes duave të posaçme që janë regjistruar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Po ashtu, a e lexon ajetul kursin mbas kryerjes së namazeve, në veçanti namazeve fars, nëse pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush e lexon ajetul kursin, mes ti dhe xhennetit nuk ka pengesa. Do të thotë, Allahu xhalleshanuhu garanton hyrjen në xhennet përmes leximit të kësaj, të këtyre fjalëve madhështore, të këtij ajeti të madh, pas kryerjes së 5 kohëve të namazit. Po ashtu, ai ndjek gjurmët e pejgamberit alayhi salatu wassalam duke përmendur Zotin xhalleshanuhu sa herë që hin dhe që del nga shtëpia ite, sa herë që i vesh teshat dhe i nxjerr nga trupi it, sa herë që udhton dikundi me veturën tënde, dhe sa herë që hin në banjë dhe del prej saj, a e përmend Zotin xhalleshanuhu dhe e falenderon ose jo. Kjo është minimumi që mund të thua se ti hin në grupin atyre njerëzve që e përmendin Zotin xhalleshanuhu. Ndërsa maksimumi i saj është ta përmendi Zotin xhalleshanuhu në çdo kohë dhe në çdo vend. Ashtu siç ka ardhur nga Aisha radiallahu anha, e cila thoshte se pejgamberi i Zotit e përmendte Zotin në çdo kohë e vend pa ja nda. Pra, nëse këtë pikë dhe pika tjera të lartë përmendura i plotson, atëherë me të vërtet je kandidat serios që Zoti i madhruar të ndose. Pikë tjetër që e vërteton se ti e sinon kënaqësinë dhe Allahu xhalleshanuhu është ti duash njerëzit e mirë. Nderuari vëlla dhe motra e respektuar, është e vërtet se njëri të përkryer në këtë dunja nuk ka,
por është e rëndësishme t'i shohim shumicën e veprave të njerëzve që ne synojmë të shoqërohemi me to, a janë të mira ose jo. Nëse shumica e veprave dhe cilësive të njerëzve që ne dëshirojmë të shoqërohemi me to janë të mira, atëherë kapu forë për to, nga se përmes tyre do të arrish kënaqësinë e Allahut dhe do ta përmirësojsh jetën tënde në përgjithësi. Dhe ndaj mangësive të këtyre njerëzve, mundohu që ti jesh i shkujdesur, duke i mbilur syt, që mos i shohësh mangësitë e tyre, por edhe nëse i sheh, mundohu t'i arsyetosh. Të nderuar vëllezër, përpara njerëzit janë munduar të japin sadaka me qëllim që Allahu i madhruar mangësitë e shokit apo shoqes t'i mshefjen nga sytë e tij. Tregon Ibn Taymije se ka pas nxënës në kohën tonë, kur vishin në mezhliset tona të marrin ilm, i jepshin sadaka, duke e lutur Zotin Xheleshanu që o Zot, për hir të kësaj sadakas, mi largo të metat mangësitë e mësuesit tim nga sytë e mi. E përkundrazi në kohën e sotshme, të nderuar vëllezër dhe motra të respektuara, njerëzit bëjnë dua dhe japin sadaka që të shfaqen mangësitë e tjerëve në sytë e tyre. Dhe kjo është një mangësi që në mënyrë të detirueshme duhet larguar nga mendja dhe nga zemra jonë. Cilësia tjetër me të cilën ne vërtetojmë se e duan Allahu Xheleshanu është ndërprerja e çdo lidhjeje mes teje dhe Zotit, shkputja e çdo lidhjeje që të pengon lidhjen e zemrës tënde me Allahun e madhëruar. Çdo vepër, çdo gjë e cila të pengon në këtë rrugtim duhet të larguar sa më parë, nga se pengesat e kësaj dunjaje të privojnë nga shijimi i ibadeteve dhe rrugtimi i lirshëm drejt Zotit të madhëruar. Dietarët islam të nderuar vëllezër kanë thënë për mi arritur këto 10 gjëja të lartë përmendura, 10 vepra të konsiderueshme, të rëndësishme, atëherë duhet pasur parasysh dy gjëja të rëndësishme. E para është përgatitja e aspektit shpirtëror. E farë kuptoj me përgatitjen e aspektit shpirtëror. A je i gatshëm të pranosh një lejm të madh nga dikush tjetër? E sa para do të kishe dhënë që të përgëzohesh me këtë lejm që e ke shumë të dashur, qoftë me ardhin një shoki në shtëpinë tënde, qoftë me blerin në një shtëpie, në një veturë dhe kështu me radhë. Dëshira që ti i ke në zemrën tënde, dhe nëse dikush të përgëzon me realizimin e asaj që ti e ndron me vite, sa para do të kishe paguar? Me siguri do të kishe paguar shumë. E po të them, a je i gatshëm të paguash çmimin e asaj që Zoti Xheleshanu t'i thëse melekut Xhebrail për ti se unë e dua filan. Ju dini se në mënyrë të vazhdueshme Allahu Xheleshanu komunikon me melekun Xhebrail. Edhe Allahu Xheleshanu për disa njerëz i drejtohet këtij meleku madhështor duke i thënë: "O Xhibril, unë e dua filanin, prandaj duaj edhe ti." A je i gatshëm të paguash për këtë gjë madhështore? Nga se nuk ka dashuri në këtë dunja që fitohet lehtas, edhe pa mo kontribuar. Prandaj mundohu që ta përgatitesh aspektin shpirtëror, që të dëgjohet në qiell emri i
se Allahu xhalleshano të don ti. Edhe këtë çmim duhet ta paguash edhe më tepër se ky çmim, që kjo dashuri mes teje dhe Zotit të jetë sa më aktive dhe sa më e fortë. Dhe e dita t'i hapi sytë. Ne kur komunikojmë të nderuar vëllezër, dëshirojmë që çdo njëri prej nesh të na shohë para tjetër kur bisedojmë me ta. E jo të jetë i shkujdesur ndaj prezencës tonë. Dhe Allahu xhalleshanuhu shiqohë me sytë e zemrës. Pra, hapi sytë e zemrës dhe largohë gafletin nga ndjenjat tuaja, nga mendja ite, që duke i hapur sytë e zemrës, ta shohësh madhështinë e Allahu xhalleshanuhu, të përjetojsh rahmetin, mëshirën dhe faljen e Zotit ndaj teje. Pra nëse këto di kushte i plotësoni nderuari vëlla, jashtë 10 kushteve të lartë përmendura, dije se je në rrugë të mirë dhe dije se je kandidat potencial për me thonë Zoti i madhruar se une filanin e dua, prandaj duaje edhe ti o Xhibrail. A dërgon Allahu shenja se jemi duke udhëtuar mirë drejt Zotit të madhruar. Nga se në fenë tonë asgjë nuk ka të paqartë, të pashpjeguar. Çdo gjë është e shpjeguar. Prandaj cilat do të ishin shenjat që me të vërtet neve të na stimulojnë që të vazhdojmë edhe më tutje në rrugtimin tonë drejt Zotit të madhruar. Shenja e parë që na thuhet se je mirë duke shkuar është ndjekja e hapeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu i madhruar në Kur'anin famëlar thot: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni." Nëse ju pretendoni se e doni Allahun e madhruar, atëherë më ndiqni mua, thot Allahu xhalleshanuhu në Kur'anin famëlar, edhe këto i thot për pejgamberin e Zotit. Pra ndiqnja pejgamberin tim. E kjo nuk mund të arrihet nëse në zemrën tonë ka urrejtje, smir, antipatinë e tjerëve. Edhe ne mundohena me ditë sunetet të pejgamberit alayhi salatu wassalam të shfatjemi përpara tjerëve se jemi idhtarët e Muhammedit alayhi salam. Kjo nuk arrihet me ditë sunetet të pejgamberit alayhi salam, por gjithë jeta jonë të jetë në përputhshmëri me fjalët dhe veprat e pejgamberit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nderuari vëlla, shenja e parë që Allahu xhalleshon na don është ta ndjekim pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Shenja e dytë është ta duana takimin me Zotin e madhruar. Pejgamberi i Zotit thot: "Men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu." Kush e dëshiron takimin me Allahun, edhe Allahu xhalleshanuhu e don takimin me këtë njeri. Robi në këtë dunja ku takohet me Zotin e madhruar? Takohet gjatë faljes së namazit. E si janë ndjenjat tona kur vin koha ta falim namazin? A jemi me mërzi apo jemi entuziast? Me entuziazëm, me të motivuar, të nxitur që sa më parë ta fali namazin dhe të ndjej lumturi dhe kënaqësi në zemrën time kur bashkë bisedoj me Allahun xhalleshanu në namaz. Nëse këtë parën e kemi i nderuar i vëlla, atër 3 takime tjera me Allahu do t'jenë shumë të lehta. Takimi i parë pas takimit me Zotin xhalleshanu në namaz është takimi në netët e vorit. Allahu xhalleshanuhu sheh nëse robi i tij e ka përmbushur namazin dhe nëse namazi ka qenë kënaqësia më e madhe për robin e tij në këtë dunja, atëherë Allahu xhalleshanuhu ja lehtëson dhënien e xhevapit
për tërpiqet madhështore se kush është Zoti, pejgamberi dhe feja jote, në natën e vorit dhe në qëndrimin e tij në jetën e berzahut. Nëse takimi i parë me Allahun xhaleshanu ka qenë në rregull, dinja se edhe takimi i me Allahun xhaleshanu në ditën e llogaridhënies do të jetë i qetë dhe i lehtë. Dhe i treti është takimi i Zotit xhaleshanuhu në xhennet. Ju e dini se besimtarët do ta shohin madhështinë e Allahut, ftyrën e Allahut xhaleshanu në xhennet. Varësisht nga veprat e mira që i ka punuar në këtë dunja dhe varësisht nga dashuria e tij për Zotin në këtë dunja, ashtu do i shfaqet Allahu xhaleshanuhu në botën tjetër, pra në botën e përjetshme në xhennet. Do ketë njerëz që do ta shohin Allahun xhaleshanuhu bukurinë e tij mëngjes dhe mbrëmje. Do të ketë njerëz që do ta shohin Zotin xhaleshanuhu një herë në ditë, një herë në javë dhe kështu me radhë. Varësisht nga veprat që i ka bërë në këtë dunja, ashtu do t'i shfaqet edhe Allahu xhaleshanuhu në botën tjetër. Shenja tjetër që jemi duke shkuar mirë në rrugën e vërtet dhe të drejtë, është të ndjejmë kënaqësi kur jemi në shoqëri me Allahun xhaleshanuhu gjatë kryerjes së obligimeve fetare. Po ashtu, t'i duan ato që Zoti xhaleshanuhu i ka dashur. Pra ata njerëz, duke filluar prej pejgamberëve dhe deri te njerëzit e mirë. Nëse Zoti i don pejgamberit, i don njerëzit e mirë, edhe besimtari i sinqert i don, nëse Allahu xhaleshanuhu i ka dashur. Të bëj sabër gjatë provave, duke marrë parasysh se pejgamberet e Allahu xhaleshanuhu kanë bërë sabër në sprova, por edhe besimtari i ndjek traditën e pejgamberëve, në veçantë traditën e pejgamberit ton, dhe i bindur se nuk ka jetë pas prova dhe pa probleme. Dhe kur e ka parasysh këtë gjë, atëherë besimtari për hir të Allahut bën sabër, dhe kjo është një shenjë që Zoti xhaleshanuhu e don këtë rob. Ti duana njerëzit e mirë. Të mundohemi që të jemi të mirë edhe ne me këta njerëz. Dhe e fundit, për këtyre shenjave është mos e kushtëzojmë bërjen e veprave të mira, as bërjen e ibadeteve me dhënie dhe marrje. Çfarë duhet të them me këtë gjë? Duhet të them nëse ti kryen një ibadet edhe sheh se Allahu xhaleshanuhu të ka sprovuar në shumë aspekte, mos e kushtëzo ibadetin tënd me atë se përse Zoti nuk më begatoi me të mira, pasi që unë Zotin e adhurova. Kjo nuk është shenjë e mirë. Ubejd bin Amiri thotë kështu: kjo dunja nuk është shumë, kjo dunja nuk ka shumë vlerë për ta marrë dashurinë tënde ose dashurinë Allahut ndaj teje. Nëse je i privuar nga gjendja ekonomike, shëndetësore, shoqërore, e ti adhuron Zotin xhaleshanuhu, kjo nuk është shenjë që Zoti nuk don. Por si ta kuptoj se Allahu xhaleshanuhu më don, duke i kryer ibadetet në rregull, nga kuptohet se Allahu xhaleshanuhu të don, jo nga gjendja ite materiale, por kuptohet nga udhëzimi it në rrugën e drejtë. Nëse Allahu të ka mundësuar të përmendësh Zotin, të kryesh 5 kohë të namazit, të bësh vepra të mira për hir të Zotit, të jesh bujar, fisnik ndaj fukarave, atëherë dije se Zoti xhaleshanuhu të don dhe prandaj të ka mundësuar që të jesh i mirë në këto aspekte që i përmendëm pak më parë.
Pra, do të ceki një 3 fjalë të dietarëve islam se si e kanë përshkruar dashurinë e tyre ndaj Allahut xhalleshanu. Fudejli ibn Iyadi është një dietar i madh dhe njeri që është i njohur në atë kohë si njeriu më i devotshëm. Ki ka thënë: Irhamni bi hubbi iyake. O Zot, më mëshiro mua, më fal mua për hir të dashurisë time ndaj teje. Do të thotë, o Zot, të kam dashur tepër, edhe e vënë këtë dashuri ndaj teje si ndërmjetësues në ditën e llogaridhënies, që mëshira ite të jetë më prezente tek unë. Po ashtu e kemi Ebu Jezidul Bistami. Do njëherë kër e ka kapluar friga e madhe gjatë kryerjes së ibadeteve, e dini se friga dhe shpresa janë dy cilësitë që duhet të ketë besimtari gjatë rrugtimit të tij tek Zoti i madhëruar. Po shpesh këtë njeri dhe këtë njeri të devotshëm dhe njeri të mirë e ka kapluar friga ndaj Zotit të madhëruar. Friga ndaj Zotit të madhëruar, të nderuar vëllezër, të sjell stabilitet dhe qëndrueshmëri, ndërsa friga tjera të sjellin huti dhe çmenduri. Edhe ki thonë të këshu: O Zot, në qoftë se kaq i lumtur jam kur të kam frikë, atëherë sa do t'jetë lumturia ime, më falni, kur të më thuash ti se o robi jem, hin në xhennetin tim, pra je i shpëtuar nga zjarmi i xhennemit. Edhe begatia më e madhe do t'jetë kur Allahu xhalleshanu do t'i drejtohet robërve të tij me fjalët: unë jam i kënaqur me ju, a jeni ju të kënaqur me mua. Pra ki dietar islam thot: o Zot, kaq e madhe është dashuria ime ndaj teje kur të kam frikë, por sa e madhe do t'jetë dashuria ime ndaj teje atëherë kur do t'jem i qetë nga zjarmi i xhehenemit, kur do t'jetë trupi im në jetën e përjetshme në xhennet. Ibn Qayimi, Zoti e mëshiroft këtë dietar, thot kështu: nuk ka jetë të gjallë me plot kuptimin e fjalës përveç jetë e atyre njerëzve të cilët e donin Zotin e madhëruar. Këta njerëz në shoqëri me Zotin e madhëruar përmes ibadeteve dhe fjalëve të ndryshme kënaqeshin. Këta njerëz qetësonin zemrat e tyre, shpirtin e tyre, duke qenë afër tij, duke qenë me ta, duke e qetësuar shpirtin në hijen e përmendjes së fjalëve të Allahut të madhëruar. Ibn Qayimi thot: fe fil qalbi faqa, në zemrën e njeriut qëndron një gjendje varfërie, e nuk e largon këtë varfëri përveç se dashuria ndaj Allahut xhalleshanu. E dikush mund të thosë se e largon parja, që në përgjithësi njerëzit gati se në çdo bisedë paren e konsiderojnë si një mjet të rëndësishëm dhe të parë për me arritur lumturi, por kjo nuk është e vërtet. Shumë njerëz të pasur shohin që nuk kanë lumturi. Pse? Nga se shprastira e zemrës i bën të palumtur ato. Edhe mos habiti të nderuar vëllezër. Këto çështje i kemi edhe në jetën e kësaj dunjaje. Sado që dikush të afron pasuri, para, nëse nuk ke çfarë të hash dhe të pish, nuk t'japin përshtypje paraja që e ke përpara syve tuaj. Nga se ashtu Zoti xhalleshanu e ka bërë që ki bark të ngopet,
pastaj mund merresh me gjëra tjera. Ju e keni dëgjuar rastin se një person në shkretir disa ditë pa mos pi ujë, duke hecur në shkretir, i molisur në trupin e tij, i dobët, i pa fuqi, sheh një nejlon i cili ndriçonte, me dëshiren, me ndjenjen se është nejlon në të cilën ka ujë, u afrua afër drunit, e mori këtë nejlon dhe kur e hapi, pa se në të ekziston ar, tha, sa i pafat që jam, dëshirova ujë e më doli ari. Çfarë më duhet ari në këtë moment? Më duhet uji për të shuar etjen dhe urin. Mund të vinë njerëz e kërkon prej teje që të bashkëpunoni në një biznis të lavërdish, por nëse ti nuk ke vënë gjumë në si ditë rë ditë, çfarë i thua atij njeriu? Gjën e parë që kërkon prej tij i thua, më le të pushoj, nga se jam pa gjumë. E më vonë mund t'i shohim të gjëra tjera, nga se tash nuk jam në gjendje për të bashkëbiseduar me ti për këtë çështje. Nga se Zoti Xheleshanu e bëri kështu trupin e njeriu që pasi që ngopet me gjumë dhe ushqim, atëherë mund të mirret me gjëra tjera. Por Zoti Xheleshanu e bëri që sado që e ngop barkun tënd, edhe trupi me gjumë, nuk mund të ngopish, ose nuk mund të ngopet zemra me kënaqësi dhe rahati, nga se janë dy gjëra të ndryshme njëra me tjetrën. E ajo që e ngop zemrën tënde me qetësi, lumturi, hare, është dashuria ndaj Zotit të madhruar. Po ashtu thot Ibn Kajimi, fe fil qalbi faqa, dhe në zemrën tënde ekziston një varfëri, e këtë varfëri nuk i largon përveç se kthimi yt tek Zoti Xheleshanu. Pra, pendimi. Nëse ti paraqitesh përpara Zotit Xheleshanu i penduar, atëherë dije se do të kesh lumturi dhe hare në jetën tënde. Shpesh i nderuar i vlla, zemra shkapërderdet me punët e kësaj dynjaje. E ajo që e përmbledh zemrën tënde është kthirja e zemrës tënde tek Zoti i madhruar, pra përmes pendimit dhe përmes nështrimit në Zotit të madhruar. Thot Ibn Kajimi, thot rrezikon tërë jeta jote të jetë në mërzi, në dëshpërim, në gajle, brenga, nëse nuk arrin këtë çështje që është dashuria ndaj Allahut Xheleshanu. Sado që i mundohesh t'i afrosh kësaj zemre, të mirat e kësaj dunjaje, nëse e ke privuar nga dashuria ndaj Zotit, është në rrezik që asnjë ditë mos përjetosh qetësi e jo më lumturi. Të nderuar vëllezër, u mundova me disa fjalë të shkurtra të foli mbi dashurinë ndaj Zotit Xheleshanu. Kam folur, gjithsesi kam shpjeguar shumë pak, nga se për dashurinë ndaj Allahut Xheleshanu me fol, me mujtë të do të ishte e pakët. Po ashtu dhe dashuria ndaj Allahut Xheleshanu mund të përjetohet. Sado që folim për dashurinë ndaj Allahut Xheleshanu, nuk do të ishte në rregull nëse këto vetëm fjalë e nuk fillojmë të i përtipim mirë dhe ta furnizojmë jetën dhe zemrën tonë me pikat e lartë përmendura, me qëllim që të fillojmë në realitet ta përjetojmë dashurinë ndaj Zotit Xheleshanu. Do ta përfundoj këtë
ligjërat modeste timen me fjalët e Muhammedit alayhi salatu wassalam, i cili thonte: Allahumma inna nes'eluke hubbeke wa hubbe men ahabba ilejke wa hubbe amali alladhi yubelliguni ilejke. Fjalë madhështore që pejgamberi alayhi salatu wassalam ja drejtonte Allahun të madhruar. Përkthimi i këtyre fjalëve është e kështu: O Zot, kërkoj dashurinë tënde, kërkoj dashurinë atyre që ti të duan, dhe kërkoj dashurinë e atyre veprave që më afrojnë afër teje. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والحمد لله رب العالمين.